Dhe tani radhën e ka sporti, përfaqësuesja e Kosovës në volejboll ka shënuar fitoren e parë në lojrat mesdhetare Taranto 2026. Të premten paradite, volejbollistët e Kosovës fituan brendshëm 3-0 në setin ndaj Algjerisë. Algjeria ka shfaqur nivel inferior që është shfrytzuar nga volejbollistët kosovare. Seti i parë përfundoi 25-19, ndërsa volejbollistët kosovare dominuan nga fillimi. Në setin e dytë Algjeria i fitoi vetëm 10 pikë, ndërsa në të tretin i fitoi 14. Të njëjtën mbrëma Kosova pësoi 3-0 në setin nga Greqia. Në grup janë edhe Maqedonia e Veriut dhe Turqia, e në grupin tjetër janë Italia, Bosnia-Hercegovina, Egjipti dhe Serbia. Për Kosovën, ky ishte suksesi i parë në Taranto 2026, ku merr pjesë me 163 sportistë. Tani vijojmë me kulturë, filmi